Jemi rikthyer sërish në studio dhe si shlemërova në pjesën e parë, tani do të kemë një grua, një vajzë shkrimtare nga Kumanova, por që me profesion është dhe juriste, por pasionin e saj për shkrimin dhe leximin sigurisht po e shndron mbase edhe në profesion të dytë. Gjithashtu ajo së fundmi ka marrë edhe një çmim ndërkombëtar ku ka marrë çmimin Pena e Artemi Gjenit në Suedi, ku ka pasur kandidat, le të themi, apo pjesëmarrës nga 25 vende të ndryshme të botës, ndërsa ka qenë shqiptarja e vetme nga Maqedonia e Veriut që ka marrë këtë çmim që është një çmim i madh në fakt, çmim ndërkombëtar. Bëhet fjalë për shkrimtaren Liber Emini, me të cilën do të flasim pak për këtë çmim, për eksperiencën e saj në këtë event, le të themi, por gjithashtu do të flasim edhe për rrugtimin e saj letrar. Përshëndetje Liber, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit të ftesë në studio për të folur pak edhe për rrugtimin tënd letrar. Përshëndetje Ilmie, fillimisht faleminderit për ftesën dhe për komoditetin që na ofroni zakonisht kur jemi në televizionin tuaj. Faleminderit, gjithashtu ne do të jemi sigurisht kemi kënaqësi në fakt që të kemi kur duhet që t'i japim, le të themi, arritjet që po bëjnë shqiptarët kudo në botë. Më thuaj pak për çmimin, më flit pak për çmimin Pena e Artemi Gjenit. Çfarë ishte ngjarja, si erdhi deri tek çmimi, pak ato emocionet kur e morë çmimin? Çmimi ka qenë, domethënë, faktikisht ka qenë një event i realizuar në Boras të Suedis, një qytet shumë i bukur i artit dhe i kulturës. Aty ka qenë i përfshirë eventi, domethënë, si festival poetik, ka qenë, kështu ta them. Ka qenë nga 24 shtete të botës, i cili është zhvilluar në 24 gjuhë. Dhe fatmirësisht kisha fatin më dhe nderin, gjithashtu isha e privilegjuar që isha e ftuar dhe unë se e vetmja nga Maqedonia e Veriut. Konkretisht aq më mirë se isha shqiptarja e vetme, më thënë nga Maqedonia e kam fjalën aty. Dhe u zhvillua një festival shumë i bukur me artistë të njohur që promovuan kulturat të shteteve të ndryshme, letërsinë dhe gjithçka tjetër që kishte të bëjë me artin, letërsinë dhe kulturën e popujve të ndryshëm. Aty pata fatin dhe unë ta marr një çmim, domethënë Pena e Artemi Gjeni, që ishte ndarë, ky çmim ishte ndarë vetëm se 2 personaliteteve. Isha unë si shqiptare e vetme aty dhe ishte një poete nga Stockholmi, sa e di po kështu. Normalisht që ishte e kënaqur, madje ishte edhe shumë e bukur sepse nuk kishte domethënë ndarje apo diskriminime etnike, kulture apo dhe moshe siç bëhen tek ne, sepse fillimisht unë kam qenë nderuar dhe me çmime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, po ky ka qenë ndër çmimet më të mira për mua, sepse ka qenë nga shumë popuj, domethënë nga shumë shtete, madje edhe ne bëjshim pak shaka aty, e quajshim ndryshe dhe Eurovisioni letrar, domethënë se ka pas nga shumë shtete të ndryshme, nga Izraeli, nga Norvegjia, nga gjitha shtetet e tjera, dhe ka qenë shumë e mirë sepse kemi bërë edhe një njohje të ndryshme me artistë dhe poetë të njohur, domethënë jo vetëm se shqiptar dhe jo vetëm se nga Ballkani, po edhe nga e gjithë bota. Pra në mesin e gjithë atyre poetëve të ndryshëm nga e gjithë bota, ti sigurisht arrite që ta marrësh këtë çmim. Çfarë do të thotë për ty ky vlerësim për rrugtimin tënd letrar? Faktikisht, ky vlerësim do të thotë shumë për mua, sepse siç thash, domethënë në vendin tonë fatkeqësisht është një rregull i pashkruar se ne vlerësohemi, por jo edhe aq drejt derisa na vlerësojnë popujt e tjerë dhe shtetet e tjera. Kemi pas shumë raste këtu në gjitha sferat e tjera, si në shëndetësi dhe diku tjetër, që po su vlerësove nga një shtet i huaj, atëherë s'mund ta kesh shumë vlerën e afërt në vendin tënd. Kjo ka qenë një nderim i madh për mua, siç thash, sepse domethënë nuk ishte edhe aq e thjeshtë. Domethënë mesin e gjithë atyre ta marrësh ti një çmim të tillë, padyshim që është një kënaqësi shumë e madhe për mua, edhe duke pasur parasysh se juria ishte tamam një juri e artistëve eminent, domethënë e vlerësimeve të mëdha që vlerësuan drejt dhe vlerësuan bukur në mënyrën më të duhur siç ishte e mundur. Sigurisht ke patur mundësi që ti takosh edhe poetët e huaj dhe të bisedosh. Si i pritën ato shkrimet e tua ose pjesën që ti ke treguar sigurisht edhe për kulturën tonë? Si e kam prit të huajt? Ata të drejtën e pritën shumë mirë, madje aq më shumë se sa e mendova unë, por një gjë ishte pak jo e mirë ta them, sepse unë isha me aeroplan normalisht dhe s'mund të bartim shumë libra. E aty kur promovova unë librin tim, kisha shumë pak kopje, domethënë 5 nga të 3 veprat e mia, dhe ata njerëzit shprehën dëshirë që t'i marrin, t'i blejnë, por unë s'kisha mundësi, vetëm se aq sa pata i dhurova. Shprehën interesim shumë të madh, poezitë e mia i pëlqyen shumë, po ashtu dhe prozat i pëlqyen. Madje ata kishin menduar se unë do të shkruaj një stil pak si më turk, si të themi kështu, por unë nuk e kam as stil të shkruarit dhe ju pëlqy shumë, madje tani bëjmë edhe përkthime në gjuhën angleze konkretisht.
edhe shpreh një interesim shumë të madh, madje normalisht që shkëmbym dhe kontakte dhe për takime të tjera në vende tjera të botës ose edhe në Maqedoni kur do vinë, pse jo. Pra do të ketë edhe evente të tjera në të cilat do doje sigurisht që të marrësh pjesë. Shpresoj se po, kam qenë po, kështu ngjashëm kam qenë e ftuar edhe në këtu në Ballkan, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Cilat kanë qenë disa prej eventeve tjera se i përmendë, domethënë që ke marrë edhe çmime të tjera, nëse mund t'i përmendim? Po, pa tjetër, kanë qenë eventi ftuar atje në Përmet që zhvillohet, ka qenë këtu në Maqedoni, ka qenë në ora poetike letrare, nëse nuk jam gabim me emrin, ka qenë kjo para pandemisë sa e di, madje ka qenë në Pej të Kosovës, njëri ka qenë në Podgoricë, ose po, pastaj tretëri ka qenë në Bosnje, në Maltëzi kam pas pashtu një, në Kotor, edhe ka pas në disa vende të tjera qytetit, domethënë në para pandemisë, sepse fillimisht veprën e parë kam bërë në periudhën e pandemisë, domethënë në vitin 2020-2021 kështu. Edhe që prej atëherë domethënë ka pasur vazhdimisht ftesa dhe janë pëlqyer mjaft bukur shkrimet e mia dhe kjo që normalisht ka qenë një dëshirë e mia për të vazhduar edhe më tepër. Sigurisht pas ke marrë domethënë pjesë në shumë vende Ballkanin, veç më pas ke vizituar, pas ke ecur në këtë aspekt si poete, le të themi, si shkrimtare. Po, edhe në Europë ishte fillimisht promovimi i parë ishte imi në Zvicër, për në Evropë, po flasë dhe kjo i dyti tani në Suedi. Në Suedi. Të flasim pak për rrugtimin tënd, sepse di që ti je me profesion juriste, ke mbaruar edhe masterin edhe për juridik. Si erdhi pasioni, si ka ardhur pasioni yt për shkrimin, leximin, e the që veprën tënde të parë ke bërë në kohën e pandemisë. Mbasi ka ndikuar edhe pandemia për ta sjellur kreativitetin që ti e ke pasur edhe për ta sjellur në një libër të botuar. Faktikisht unë që si fëmija marrë me shkrime, por asnjëherë nuk kam menduar se do të ketë një periudhë të caktuar që mund të mirem, domethënë të bëhem shkrimtar kështu zyrtarisht. Edhe domethënë koha e pandemisë kishte qenë periudha që gjithë bota ishte në gjumë, domethënë ishte duke fjetur dhe domethënë zakonisht për poetët është një fjalë që kur bota flet vetëm se mendja është duke punuar dhe kështu mendoj edhe unë. Edhe kisha motivin se shkrimet e mia që kisha bërë, që kisha marrë pjesë në për konkurse të ndryshme për poezi, që kisha marrë shpesh çmime, edhe mandej thash pse mos i sistemoj, domethënë që kisha pjesë të prozave, mos i sistemoj, mos i reduktoj dhe ta bëj një libër. Edhe mandej e mora shumë seriozisht dhe këtë periudhë kanë qenë të botuara 2 librat e mia të parë, sepse shkojshin paralel ashtu në periudhën e pandemisë. Madje kam pas pak problem kështu, nëse më lejo ta quaj, sepse promovimin kur e bëra isha në dilema ta bëj ose jo. Po madje kur e bëra, domethënë siç ishin ato masat respektuese, distanca, shumë pak njerëz në sallë dhe unë i ftova vetëm se njerëzit e mi më të afërt dhe më të dashur, domethënë pa mos ndjer disrespekt të tjerët për arsye se të masave kufizuese siç ishin, se nuk mund të ishte salla e mbushur atë sa dëshironim ne. Megjithatë realizova shumë bukur, shumë mirë dhe unë ndava shumë e kënaqur nga publiku, gjë që se prisja se mund të jem jo dha që dëshiruar, po domethënë për mas sa i pëlqyen shkrimet e mia dhe padyshim që është kënaqësi për mua dhe vullnet të vazhdoj edhe më tepër përpara. Sigurisht vepra jote e parë ka qenë nëse ne jo kush dhe nëse sot jo kur. Po, çfarë është pak a shumë nëse kjo është prozë, kjo domethënë është një libër social filozofik i mendimit kritik. Ka të bëjë me jetën e njeriut, domethënë gradualisht, që nga lindja, zhvillimi, dashuria, vuajtjet e deri tek vdekja. Është një libër diku 100 e diçka flet, nuk i di saktësisht. Është një vepër e imja e parë që kam shënuar atë gjithçka rreth jetës së njeriut, intrigat, batica, zbatica që mund t'i hase në jetë dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me qenjen e njeriut, domethënë. E dyta më duket është çfarë duhet të dinë gjithçka që din një burr për një grua, po. Edhe kjo është në prozë, kjo është, ta them drejtën, këtu e kam pas pak problem sepse ky libër është libri i parë i kësaj lëmie ose i këtij zhandri që është bërë në gjuhën shqipe. Është një libër tërësisht i zbrazët, sepse ka marrë një shembull nga Charles Bukowski, i cili e ka bërë që flet për gruan zakonisht që ka qenë i dëshpëruar nga gratë. Edhe ai që flet se sado që mundohet të studioj për gruan, ai s'mund të arrijë të kuptojë asgjë. Edhe unë pa ta hasur për herë të parë këtë e kam hasur në Kroaci, ose nuk e di ku, ka qenë një libër serbokroatisht. Dhe madje mas e pash, ashtu më la shumë bresa të mëdha dhe thash pse mos ta bëj një gjuhën shqipe që të jetë një risi në tregun tonë. Madje kisha frikë se mos do të ma marrë dikush si ide edhe shpejt e bëra atë periudhë që e bëra dhe librin e tjetër.
dhe dhe më thonë doli kështu mirë, po duke pas parasysh pak atë vedjen tonë intelektual, unë e dashë të sa shembuj aty në fillim, sepse kishte njerëz që madje më shkruanin mos ka harru shtypi ta bëj librin ose ku i diçka se kanë kuptuar tërësisht filozofinë e saj. Për atë arsye kam dhënë pak sqarim në fillim dhe pak në fund. Edhe ajo është libër sotë filozofike, po. Edhe ajo, po zakonisht këtë zhanër e kam që shnoj dhe libri i fundit domethënë tani ky që është të vërtetës, po. Është libër në poezi. Në poezi. Si erdhi edhe ky libri? Domethënë ka ardhur prej 2 librave më herët, vendose që ta nxjerrësh edhe një libër tjetër, disa muaj më parë, domethënë është promovuar ky libër. Po, diçku ka nëntori dhjetori, po ka qenë, unë ta them drejtën asnjëherë nuk kam menduar se mund të shkruaj poezi. Për jashtim konkurseve të ndryshme që ka pas, po gjithë kam qenë i fokusuar te proza. Por madje mase ishte kërkesa dhe dëshira e lexuesve që i pëlqenin shkrimet e mia dhe thash se mos ta bëj edhe një, domethënë me qenë se poezitë e mia nëpër konkurse merrshin çmime, thash pse mos ta bëj edhe një libër me moj poezi, atëherë bëra dhe doli shumë mirë. Faleminderit gjithë. Si shkon ky pasioni yt për leximin, shkrimin me juridikun e themi, me pjesën e profesionit tënd paralelisht? Po si të themi, domethënë janë 2 gjëra të pandashme, se unë domethënë pa juridikun s'kisha mund të jetoj, domethënë e kam dashur si profesion gjithnjë, pavarësisht drejtësisë në vendin tonë. Madje këtë e kam pas edhe si hobi, domethënë diçka tjetër që më ka pëlqyer gjithherë të shënoj, ka qenë motivet e mia sepse kam shumë dëshirë të udhtoj, i pëlqej udhtimet, madje edhe më motivon, domethënë më jep energji të shkruaj për diçka tjetër, që shoh disa dokury të ndryshme, fenomene të ndryshme dhe kjo disi më jep dhe motive dhe shembuj për të marrë diçka, për të ilustruar, për ta studiuar dhe për ta hedhur në një libër. Zakonisht fjalë që nuk shkruhen me era, edhe Kështu që ti vendos që ti shkruash. Ka ndonjë ndikojnë historitë mbase historitë personale ti the që domethënë kur shef edhe mbase edhe frymëzon, po ka ndonjë histori personale që ose në ndonjë rresht që ti e ke futur nga historia jote personale ke këto libra që ke bër ose mendon që në të ardhmen do të ketë shkrime të tilla që historitë tua personale do të ndikojnë për ti vendosur në një libër? Dëgjoj, unë mendoj se përgjithsisht nuk ka artist që mund të thojë se ka bën ndonjë këngë ose ndonjë libër ose përgjithësi ndonjë vepër pa mos i ikur krijtarisë vetë, jetës vetë personale. Domethënë kjo është e pamundur, për aq sa kam arritur të kem takime të ndryshme me njerëz të ndryshëm, me artistë të ndryshëm, kjo gjë ka qenë e pamundur. Okej, domethënë nuk mund ta japim gjithë jetën tonë private aty, absolut që jo, por ka disa vargje, për shembull unë po flas për veten time dhe për jetën time në librin e parë, nëse ne jo kush dhe nëse sot jo kur, aty kam cituar disa gjëra nga jeta ime, nga personaliteti im, nga karakteri im. Domethënë aty vetëm se diku tjetër jo, por domethënë në rast se dikush mund të thojë një gjë të tillë se asnjëherë s'ka qenë motiv edhe vetja ime për diçka të tillë, ta them drejtën nuk i kishe besuar. Duke u hasur nga përvoja të gjithë, kanë thënë edhe njerëzit të tjerë, domethënë muzikantë, artistë, gjithë të tjerë të artistë në përgjithësi. Shumë e vërtetë në fakt, sepse çdo gjë që ndodh në jetën tënde në fakt mund të jetë thjesht një motivim, një frymëzim i momentit që ti të shkruash, e pastaj normal ajo le të themi përpunohet dhe bëhet diçka tjetër, por që fillimi mund të jetë tek historitë personale. Si ndan angazhimet, sepse unë thash domethënë si shkon jeta jote paralele me juridikun, por di që je angazhuar, sigurisht je me punë si juriste, edhe mendon që do kesh kohë ose ke kohë mjaftueshëm për të bërë tashmë këtë rrugtimin tënd letrar, për të vazhduar edhe më tej, sigurisht ti do që ta vazhdosh. Unë mendoj se kur ke energji dhe vullnet, domethënë kohën e gjen patjetër. Unë gjatë studimeve, domethënë librat e parë kam bërë konkretisht kur e kam bërë temën e masterit, domethënë një periudhë që është goxha e stërngarkuar madje, se gjithë e dim si shkon një punim akademik. Edhe domethënë kisha energji sepse ka qenë në një emision nuk e di ku e kam cekur, ka qenë interesante se librat e mi, domethënë asnjëherë unë nuk kam shënuar ditën. Nuk kam pasur thjesht kohë, se kam qenë në punë me angazhime të tjera, sepse jam edhe tip gjithanshëm që mirë me shumë aktivitete, edhe asnjëherë nuk kam pasur kohë të ulem ditën të shënoj diçka, nëse kam rënë diçka kam shënuar në telefon. Edhe kam ruajtur e madje i gjithë librat e mia janë bërë në mesnatë, domethënë prej orës 12 kam shkruajtur, kam studiuar deri në mëngjes, në orët e hershme të mëngjesit, kështu edhe si studente kam pas, se nuk më kam mjaftuar vetëm se dita, domethënë 24 orë sa kam mund, domethënë normalisht që me pushim ajo diskutohet, po domethënë nata ka qenë shumë motiv për mua në çdo sferë.
Pra është e vërtet ajo që thonë se artistët frymëzimin më shumë, kreativitetin më shumë e kanë gjatë natës. Po, gjatë natës është... Po, që thash kur flem bota në jeni zgjuar. Po, është e vërtet ajo sepse të gjithë artistët në fakt e thonë këtë, të gjithë shkrimtarët, poetët e thonë këtë që atëherë kemi motivimin, fjalët na vinë vetë nuk... Po, fiks ashtu, truni është më i qetë, informacione më pak pranon edhe është më mirë. Po, megjithatë ti gjatë gjithë ditës je marrë me aktivitete dhe si ka ndodhur që se e the domethënë edhe gjatë studimeve dhe e di që ti e marrë me shumë aktivitete, ke qenë edhe në organizata qeveritare e përfshirë, por me aktivitetet gjithashtu edhe me angazhimet e masterit, e fakultetit. Si ka qenë e mundur që nuk ka fletur truri yt edhe natën? Po dëgjoj, për atë thash se kur ke energji dhe vullnet që çka është e mundur. Madje domethënë edhe hiperaktiviteti i njerëzit ajo luan rol paksa se për shembull tani shkon edhe me moshën së mund të them se si jemi në një moshë të shtyrë, kurse diçka po domethënë energjinë kur e ke shumë të madhe, ajo domethënë gjithçka realizohet. Unë tash edhe sot e kësaj dite domethënë prap mirë me aktivitete të shumta, edhe prap gjatë natës domethënë disa punë me shkresa, me punime seminarike me të ndryshme e realizoj. Është domethënë po flas konkretisht për vetë, është koha ime më e përshtatshme gjatë natës. Pra nëse është vullneti sigurisht që gjendet edhe koha. Cili është momenti më i mirë kur e përfundon së shkruari një libër dhe promovon, apo kur mbase e marrin lexuesit e kanë lexuar edhe të japin atë feedback-un, le të themi? S'mund t'i ndash, asnjëherë as tjetrën, sepse thjesht kur e përfundon e ke arrit në një dëshirë të madhe që e kryve një punë të mirë, madje edhe kur pëlqejet nga lexues ajo është edhe më mirë. Domethënë s'ka diskutim se tash për shembull nëse librat e tonë nuk vazhdojnë të lexohen, atëherë na nga për këtë të shkruajmë. Kupton, domethënë për veten tonë nuk kemi nevojë se e dim çka dojmë, për vetë çka mendojmë edhe çka synojmë. E domethënë kur lexojmë konkretisht nga rinia është mirë, domethënë kjo se faktikisht është edhe një motiv për ata që ti shtyr domethënë drejt të mirë, drejt shkrimeve, edhe thjesht domethënë në një ku e citova se librat e mia nuk janë atë stili domethënë që shumë të përsëritesh, të shkojnë në bezdi lexuesit, por është një libër gjithherë çton kurrëshin deri në përfundimin e saj, edhe e kam gjetë pikën çka mund t'i pëlqejë rinis, se tash për shembull jo dhe gjithë rinia pëlqen të lexoj, po kështu duhet të dish pak çka të pikatësh, si themi. Pra e ke targetuar rinin, le themi si audiencë ose jo, e kam cituar tema që i pëlqen rinia. Tema që i pëlqen rinia. Duke qenë se jemi tek rinia, si e sheh sot rinina? Janë shumë nga leximi apo edhe teknologjia mbase jeta dinamike e ka bërë atë vetën? Fatkeqësisht nuk e shoh shumë në nivelin që e kam pritur. Domethënë e kam menduar se shumë më shumë ka më qenë, por jo. Jo, nuk e di tash a lexojnë online apo çka është problemi, por unë e shoh se një lexues, tamam lexues, personalisht për vete po flas, mua asnjëherë një libër nuk më kënaq nëse lexoj online, pa e parë, pa e prek, pa ja ndi aromën e librit, asnjëherë nuk vjen interesant. Dhe kështu që lexojnë, s'po them se jo, por nëpër masa që e kam pritur, që do të jetë më e madhe jo. Si është në krahasim, le të themi, me kohën kur ti ke qenë studente dhe si ishte sot studentët për sa i përket leximit jashtë asaj që kanë në fakultet në studime? S'pedi, s'mund të them se ka shumë dallim, se domethënë unë e kam përfunduar para 4 viteve, kështu, domethënë dallimi është shumë i vogël. Ai numri i studentëve që ka shprehje dëshirë për lexim, ai pavarësisht domethënë librave të profesionit të tij, ai domethënë gjen kohën dhe gjen libra të cilat i pëlqejnë dhe patjetër që mirret me diçka që lexon, kurse ata që s'duan, as libra të studimeve, as edhe domethënë një fjalë thotë mund t'i marrësh dikujt diçka bezor, po s'mund t'i japësh, po, kështu që është e kotë. Shumë e vërtet, po çfarë mund të bëhet? Mendon që mund të përmirësohet edhe pjesa e arsimit mbase në sistemin arsimor mund të përmirësohet kjo gjë që se ne për shembull të paktën në shkollë fillore në gjimnaz gjithmonë na kanë detyruar, le të themi, që gjatë pushimeve kemi pas si detyrë që minimumi 3 libra t'i lexojmë gjatë pushimeve, qofshin dimrore, qofshin ato verore. Kurse tash nuk e shoh në arsim këtë. Të paktën tek këto fëmijët nuk i shoh ndonjëherë gjatë pushimit të kapin ndonjë libër për çejf për ta lexuar. Mendon që mund të ndryshohet edhe kjo në sistemin arsimor, që nxënësit të jenë të detyruar të lexojnë këto libra, pastaj të diskutojnë këto libra që i kanë lexuar në shkollë dhe kjo mbase mund të shtyjë edhe për të frymëzuar për të lexuar më shumë libra? Unë mendoj se reformat që janë të bërë vazhdimisht në arsim tek ne nuk janë shumë përshtatshme për shoqërinë tonë. Se që the dhe ti se për shembull në periudhën që ishim në nxënës, si the, kemi pasur lektyra të ndryshme për të lexuar
paktën minimum 2 ose 3 gjatë pushimit veror ose dimror, madje në shkollën mesme po ashtu dhe në fakultet është pak më ndryshe, është çështje dëshire ajo e leximit, edhe ka pasur në farë mënyrë masa pak sa obligative ta them drejtën, kështu ka qenë. Tash unë i shoh mësuesit e ri, domethënë sa i obligojnë ose jo, është çështje dëshire, po fundit edhe ata nuk i vë shumë në faj, sepse arsimi po na jep një sistem europian për të cilën në një shoqëri jemi ballkanike, dhe gjë që tash nuk mundesh ta obligosh, nuk mund ta detyrosh, është një liri absolute, dhe domethënë kjo i sjell këta nxënës, këta student, këta funksionar dhe gjithçka tjetër, domethënë ky është rezultati jonë. Që vijnë sigurisht si rezultate, por si e sheh edhe pjesën e të shkruarit, sepse normal ti tash je në pjesën e shkrimtarëve, je shkrimtare vetë dhe sheh edhe të rinjt që dita ditës kemi të rinj për shembull artist, ende që shkrimtar, poet, që i nxjerrin librat e tyre ose mbase edhe vetëm në rrjetet sociale. Si e sheh edhe këtë pjesën e të shkruarit? A ka ndryshuar mënyra e të shkruarit tek të rinjt në krahasim me ato që ne kemi lexuar më herët? Letërsia, le të themi, apo fillon të ndryshojë? Apo mbetet gjithmonë ajo? Nëse flasim për letërsinë botërore, domethënë ajo të mëhershme, ajo që padyshim nuk ka ndryshuar dhe është e njëjtë, po nëse flasim për tani për shkrimtarët dhe poetët e rinj dhe shkruesit e rinj. Për stilin e ka fjalën, për stilin atëherë po, domethënë te poetët e rinj është so stile të ndryshme të shkruarit, dhe kjo mund të ndikojë në një farë mënyre, po përjashtim kësaj mua që ishim tek poetët, më pëlqeu shumë edhe një profesor i yni, një koleg, kështu shkrimtar, i cili kishte filluar, kishte marrë një iniciativë, kishte shënuar për të gjithë shkrimtarët poetët e njohur dhe i kishte hedhur një libër, disa vëllime, 2-3 ose nuk e di sa, një farë mënyre dhe i ka spikat për disa tema të ndryshme përmes poetëve dhe i ka promovuar që domethënë të njihen për shoqërinë, të njihet literatura e tyre dhe të lexohet. Pse jo, domethënë kjo është qenë një iniciativë koxha e bukur. Mua më pëlqeu një gjë e tillë. Diçka shumë e bukur në fakt. Shumë e bukur. Të pyes pak, duke qenë se profesionin e kemi juriste, e tham, pritet që të kesh libra që kanë të bëjnë me drejtësinë, me juridikun, me profesionin tënd? Po pritet, por le të mbetet për të parë. Nuk do zbulosh asgjë. Projektet e radhës, do vazhdosh sigurisht me shkrimet, projektet e radhës sigurisht që do kesh? Po, patjetër, kismet do të ketë padyshim, do të ndalemi. Ke filluar të shkruash në ndërkohë që je duke punuar, po shkruan base? Po, diçka po. Do me thënë duhet dhe presim, nuk do nga zbulosh asgjë se çfarë do ketë, do presim. Po, le të mbetet për të parë. Po, me siguri që do t'jemi të ftuar edhe në promovim, kështu që besoj që do të shihemi përsëri edhe për veprën tënde të ardhshme. Duke qenë se jemi nga fundi, cili do të ishte një mesazh për të rinjt, për që do t'ju thojë të drejtohen më shumë nga shkrimi, leximi? Mesazhi për gjithë rinjt kishte qenë ndiqni ëndrat e juaja, pavarësisht vendit se ku gjendeni, pavarësisht rrethanave, pavarësisht shoqërisë që ju rrethon, ëndrat e juaja janë më të mëdha se vendi yt, se rrethi yt, se shoqëria yte. Andaj bota është sot e vogël, ndiqi ato dhe vrapo pas tyre, sepse siç e theka në titullin e librës time, nëse ti nuk e bën, kush do ta bëj për ty, dhe nëse nuk e bën sot, kur do e bësh? Koha nuk të pret. E nesërmja nuk i premtohet askujt, kështu që një mesazh mjaft i mirë, në fakt, sepse shpesh ne e nënvlerësojmë edhe vendin, edhe veten ton, duke thënë që këtu nuk bëhet asgjë, kot që të mundohem, këtu nuk do arrijë asgjë, por që me të vërtetë në fakt nëse ka punë edhe vullnet, mund të arrihet edhe në vendin ton. Mund të arrijë gjithçka, është e vërtetë. Maqedonia është një vend i vogël për ëndrat e njerëzve të mëdhenj, por fatkeqësisht nuk mund ta ndryshojmë, jemi të vegjël në këtë aspekt. Por duhet të ndryshojmë vetën edhe rrethanat tona në mos qytetin dhe shtetin. Megjithatë mundësitë janë të shumta, sepse ti ishe në Boras të Suedis dhe atje pikërisht prej Maqedonisë e more çmimin në fakt pikërisht në Suedi. Domethënë dhe sheh edhe njerëz që vlerësojnë drejt në mënyra të pa diskriminuese, domethënë siç bëjnë në vendin tonë, kështu troç po i bie dhe gjithë jetojmë këtu dhe e dim se si është vendi. Këtu e dim si shkon sistemi, se gjithçka shkon në mënyra të varura, edhe atje domethënë të vlerësohesh në mënyrë të drejtë në gjitha vendet tjera të Evropës, kjo ka ndodhur ku kam qenë, është një gjë fantastike, është shumë e bukur, është një motiv konkretisht për të rinjët dhe për gjithë të tjerët artistët, poetët. Mbase është edhe një frymëzim për të vazhduar kur e shohin se në mënyrë shumë korrekte në fakt po jepen çmimet, mbase është edhe një frymëzim për të vazhduar edhe më tej. Po, fiks për atë dhe thash,
domethënë duhet të ndjekim rrotët tona sepse në mos në vendin tonë të vlerësoj, në vendet e tjera patjetër ke për ta parë veten se ku gjendesh, po. Shumë e vërtetë, edhe një mesazh tjetër në fakt i mirë, kështu që të gjithë të rinjtë duhet ta ndjekin pasionin që e kanë, pa marrë parasysh se ku jetojnë edhe kushtet të cilat i kanë. E dim që ndonjëherë mund të jetë e vështirë, por që me vullnet dhe me punë por e pamundur nuk është. E vërtetë. Liber, shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit Ftesë në studio, faleminderit që ndave nga rrugtimi yt letrar dhe ne shpresojmë që së shpejti të shihemi edhe me veprat tuaja të radhës. Faleminderit gjithsesi edhe për jush për respektin, komoditetin, konsideratën dhe ftesën që më keni përgjigjur. Shumë faleminderit, kënaqësi.